Një zyrtar i lartë palestinez ka zbuluar për Bibi se ndërmjetësit e Katarit dhe Egjiptit kanë propozuar një formulë të re për t'i dhënë fund luftës në Gaza. Sipas këtij propozimi, armëpushimi i planifikuar mund të zgjasë nga 5 deri në 7 vjet dhe do të përfshijë lirimin e të gjithë pengjeve izraelit në këmbim të burgosurve palestinez të mbajtur në burgje. Një tjetër element i rëndësishëm është fundi formal i luftës dhe tërheqja e plot izraelite nga Gaza. Një delegacion i lartë i Hamasit pritet të mbërrijë në Kairo për konsultime lidhur me këtë propozim. Kjo vjen pas dështimit të armëpushimit të mëparshëm, i cili u rrëzua një muaj më parë, kur Izraeli rifilloi bombardimet e Gazës, me të dyja palët që i hodhën njëra tjetrës fajin për dështimin e marrëveshjes. Në mes të këtij zhvillimi, raportohen sulme ajrore intensive nga Izraeli, që kanë sjellë viktima të reja. 22 palestinez janë vrarë dhe 45 të tjerë janë plagosur në një seri sulmesh që kanë goditur disa qytete të Gazës, përfshirë Khan Younis, Jabalia, Beit Lahia dhe qytetin e Gazës. Dëshmitarët okular kanë përshkruar sulmet ajrore si jashtëzakonisht intensive, duke shkaktuar shkatërime të mëdha dhe duke përfshirë makineri të rëndë dhe buldozer që përdoren për pastrimin e rrugëve dhe shpëtimin e viktimave. Tanke janë parë gjithashtu duke lëvizur në qytetin Rafah, në jug të Gazës. Izraeli ende nuk ka dhënë një reagim në lidhje me propozimin e ri për armëpushim, ndërkohë që tensionet mbeten të larta dhe situata humanitare vazhdon të përkeqësohet në Gaza.